erdhët në Sport Focus, takohemi si çdo pasdites së bashku, flasim për botërorin, sonte në mbrëmje pritet supersfida me Spanjës dhe Belgjikës, është ndeshja e dytë çerek finaliste, teksa Franca e ka prerë biletën për mëtej pas një fitore emocionuese me rezultatin 2-0 ndaj Marokut. Mbi sfidën që luhet sonte, për atë se çfarë ka duruar ky botëror dhe sigurisht për pretendentët, lidhem drejt për sot drejti me gazetarin dhe zëdhënësin e Ignatias Xhevdet Zeka. Përshëndetje dhe faleminderit shumë që jeni me Sport Focus. Përshëndetje, mi mbrëma. Një ndeshje shumë e bukur në fakt duhet thënë mes Francës dhe Marokut. Franca arriti tregoj vetëm fakt që është Franca me dy yjet si Dembele dhe Mbappé Zeka që edhe vulosën rezultatin. E prisnit që Franca do kalonte mëtej? Po, e kam thënë që në fillim fare që Franca është një makineri shumë e fortë, nga më të rëndat luftarake për të siguruar apo skuadra ndoshta me kompletuar në emra, në cilësi, në mentalitet, ka një trajner që ditë motivoj skuadrën, e vedes shumë mire, njoft për shumë kohësh, dhe kjo i këtë gjitha e përsit janë aty, ka lojtarin më të mirë topit të artë, ka Mbappén që është aty, por nuk janë vetëm këta të dy. Mos harrojmë që aty është Elize, aty është Barkolo, aty janë Kunde, aty janë, nuk e di këtë lekë, mos them të parin fare. Gjithsesi Maroku u përpoj të bënte dhe bëri maksimalen përjashto nëse gabimi i vendosjes në momentet caktuara, sidomos në rastin e golit të Mbappés, mbrojtësi neti shumë statik, nuk sulmoi fare, nuk mbrojti as u hap, nuk ja provokoi fare rrezën dhe një mjeshtër dhe një lojtar i madh me potencial që thashëm tekniko-taknik, po dhe vrastar për golin Mbappé, shënoi një gol shumë të bukur e cila Francën e ktheu në qetësi, e ktheu në siguri dhe natyrisht Franca mori atë që donte, duke e vulosur me tashmë dihet një nga futbollistët më të mirë të Europës për këto nivele që ka, nuk flasim për hyje si Platini edhe të tjerë, ka ikur koha e Zidanes apo e Benzemas e nivelit lartë që ka patë Franca, por në këtë nivel një nga lojtarët është në fuqi i kampioni lojtari më mirë i botës i FIFA-s, Ousmane Dembélé ka bërë një super gol, megjithse në ato minuta loja e tij apo thuaj ishte në hije dhe s'kishte treguar asnjë gjë nga bagazhi që ka, nga potenciali që ka, nga mundësitë reale që ka ai për të prodhuar futboll të bukur, gola të bukur, rrezikshmëri përpara portës. Pothuajse mbrojtja e Marokut kishte ditur që ta mbulonte mirë, në mënyrë të veçantë Dembélé. Po, e drejt, por me gjitha të sfida tani sa vinde bëhen edhe më të vështira, apo jo në fazën gjysmë finale, a mendoni që Franca e ka të gjithë potencialin dhe grupin e nevojshëm dhe trajnerin po ashtu me skemat e tij që do e çojnë deri në finale, shikoni deri në fazën më të largët pse jo dhe të fitoj kupën? Çka çdo gjë është e pritshme, po mos harrojmë që përballë do ketë dhe Spanjën. Një Spanjë që është më se pretendente, ndoshta me pak diferencë më shumë Franca, por Spanja ka kolektivitetin, ka futbollin e bukur, ka futbollin teknik, me pasime të shumta të cilët duam apo s'duam ne mund t'ia vështirësojnë punën sa thuash Franca. Për mua finalja, nëse do të përballen në gjysmëfinale Franca dhe Spanja, kjo do të jetë finalja reale e kampionatit botëror të vitit 2026 në 3 shtetet, Meksik, Kanada dhe SBA. Do të jetë një ndeshje spektakël, pra që barazia është 50-50 dhe aty do të fitoj ndeshja mund të shkojë me detale për të zgjidhur nga gabime apo nga gjëra të vogla të parëndësishme që do të përcaktojnë. Po një gjë do të jetë sigurt. Futbolli që do të luhet në ndeshjen Francë me Spanjën, nëse shkon Spanja, se ka një ndeshje. Se kemi sfidën sonte. Po do flasim për sfidën, nëse shkon, unë do të them që ajo do të jetë një ndeshje që do hyjë në histori dhe që do mbahet mend për shumë kohë. Do provoj shumë futboll, shumë spektakël, shumë dy luftime, shumë teknik, shumë them që do i ketë të gjitha brenda çfarë kërkon shikuesi apo populli apo ata që duan futbollin. Fansa të futbollit në gjithë botën. Ajo ndeshje e ofron. Edhe atje unë po them që Franca shkon pak më tepër me si favorite, apo me një përqindje shumë të vogël për të kaluar në finale, por që me një grup përballë që ka Pedrin,
e shumë lojtarë të tjerë, Barsi se përmend 8 Barcelonës vetëm, po s'janë vetëm këta, janë shumë futbollistë të tjerë, e bëjnë akoma më interesante, akoma shumë të garantuar një futboll të bukur, ashtu siç do të kënaqeshim të gjithë ne. Fitusi e thashë në fillim që për mua është 50 me 50, kam një parandjenjë realisht të keqe për Francën, them që Spanja do ta kaloj Francën nëse kalon Belgjikën, se këtu do të jetë çudia më e madhe. Belgjika me riparimet që ka bërë në skuadër, ka ndryshuar fytyrën komplet skuadrës, duke lënë jashtë Lukakun dhe De Bruyne. Kështu që është e paparashikueshme sot çfarë do ndodh me ata lojtarë që me të vërtet treguan nivel më të lartë se emrat që përmenda unë, dhe kjo, nëse ka një detyrë shumë të vështirë sot Spanja, të kaloj këtë detyrën sot, pastaj ka kohë të mendojë dhe të bëjë ndeshjen që duhet me Francën. Nëse do jetë. Po, megjithatë trajneri i Belgjikës duket shumë i kujdesshëm, apo jo, nuk do ta ketë edhe aq të thjeshtë. Absolutisht që është e vërtet dhe ai është me këmbë në tokë, po natyrisht del përpara çdo lloj problematike që mund të ketë. Po në letër dihet ajo, edhe gjithë bota, gjithë opinioni sportiv dhe lajmet që kanë dëgjuar, të gjithë favoritët vendosin për Spanjën, nuk ka vënë njeri në dyshim. Aq më shumë që kjo Belgjika në të tëra ndeshjet nuk ka qenë se pa edhe vetë Spanja, po kur ka dashur Spanja ka luajtur. Edhe kundërshtarët për bërja kampionatit botror me 48 ekipe, natyrisht solli ekipe shumicë. Dhe në disa vende kuptohet që bie dhe cilësia, se kur ka sasi, cilësia bie. Po tani cilësia është të gjitha skuadrat që kanë ngelur, janë gjitha njëra më pretendente se tjetra, të gjitha për ata. Gjithsesi, unë mendoj, po mos të më dëgjojnë shikuesit, ata që luajnë në bazë sportive, unë mendoj që mbi 90% Spanja eliminon Belgjikën dhe shkon të luajë ato ndeshje të mëdha, ato që presin të gjithë me Francën, me Francën. Mirë e thatë. E ndërkohë, nesër në fakt presim një tjetër super përballje mes Norvegjisë dhe Anglisë. Anglia treluan në pranqënie për grupin e tyre që frikson patjetër çdo kundërshtar, po ndërkohë nga ana tjetër një Norvegji shumë e motivuar që ka kaluar pengesa jo fort lehta qoftë në fazën e grupeve, po edhe tani që është deri në këtë fazë çerek finale. Si e prisni këtë përballje dhe a mendoni që treluanët e kanë garantuar gjysmëfinalen apo mund t'i rrezikojnë norvegjezët? Të them vërtetën, jam i lumturuar që ndodh kjo ndeshje, shumë i lumturuar, sepse futbolli britanik do të jenë të dy nga skuadrat më të momentit që janë më të mira në formë. Dhe jam i bindur që do jetë një futboll teknik, taktik, me shumë ritëm, me shumë forcë, me shumë energji, por që duhet ta pranojmë gjithë që cilësia e Anglisë është më e lartë se sa cilësia Norvegjisë. Aq më shumë që nëse do flasim për të dy pikat, edhe Haaland ka e përsitë e veta ndaj Kane, po edhe Kane ka shumë gjëra të tjera më shumë se sa Haaland. Kështu që edhe në pikat, edhe në raport për golshënësim më të mirë të këtij kampionati apo raportin individual, do të jetë një garë që plotësohet. Por unë kam shpresuar, apo unë shpresoj për Argjentinën të shkojë më lart, po kam shpresuar që Anglia këtij kampionati mund të jetë hirushja, mund të jetë e papritura, mund të jetë ajo skuadër që do të bëjë çuditë. Ka gjithë kualitetet, po mos harrojmë që dhe shumë lojtarë të Norvegjisë luajnë po në Premier League dhe në kampionatet e londinezëve. Ky fakt që globalizmi apo e dyerve apo ligji Bosman dhe të tjera ka bërë tashmë që me videoanalistët, me shikimin e shumë të ndeshjeve, skuadrat e lexojnë njëra tjetrën shumë mirë, ka humbur roli i skuadrës së madhe, skuadrës vogël, sepse këta janë lojtarë të gjithë që luajnë në skuadra të mëdha, janë ulur diferencat dhe ka një problem aty që Anglia nuk luan dot në mbrojtje, do të luajë në sulm. Edhe kjo është një nga veçoritë e atij futbollit të bukur, por që duhet të theksojmë që edhe fakti që një 7 ndeshjet e fundit në Angli, në 6 ndeshjet e fundit më duket, a 5, nuk e mbaj mend fiks, po diçka, neti shumë ndeshje pa bërë gol Haaland. Dhe ata njohin shumë mirë, lojnë në zonë, forcën fizike, nuhatjen para portës dhe goditjen vrasëtare që bën ai, qoftë me kokë, qoftë me të gjuhetje, me këmbë, atë që e tregoi dhe në ndeshjen e fundit, që shënoi 2 gola, njëri më të bukur se tjetër, Po, tashmë pretendente për topin e art, besoj.
Po, janë tani për topin e artë, po, është aty në lojë, po natyrisht përpara ti duhet jetë hapa përpara është Mbappéja dhe pastaj dhe vetë Kane. Ta do të jenë dhe tre. Por mos harrojmë që te topi i artë te FIFA, nëse Argentina shkon më lart, kthehet Leo Messi, një nga fituesit më të zakonshëm të këtyre trofeve, lojtari që është familiarizuar shumë me topin e artë, lojtari që meriton shumë dhe lojtari që për arsyet që di gjithë bota me vërtet është nga më të mirë, për mos të më miri në botë, i pari parve. Dhe kjo bën pastaj luftën që do jetë shumë e fortë, sepse edhe Dembele me pak shans mund të arrijë që të shkojë të barazoj gole shënuset, që se tjerë nuk shënojnë. Pra, edhe në aspektin individual, ky kampionat ka shumë garë, shumë konkurrencë, shumë cilësi. Për herë për parë po shikojmë në sulm të skuadrave, lojtar nënç, pyk që i thoshin me gjuhën e vjetër, që me të vërtet janë ata lojtarë që kërkon futbolli dhe që realizojnë të gjitha skemat e tërë historisë së futbollit botëror. Janë këta lojtarë që nuk pyesin as për Catenacion braziliane që do të përdore, sepse dëgjova dikush që tha Catenaccio është hapur në 1980 nga Gentile kundër Maradonës, në fakt Catenaccio është e vjetër që nga vitet 40 nga e kanë hapur në Zvicër, pastaj në art e ktheu Helenio Herrera me Interin, edhe më vonë vazhdoi Italia atë gjuhë. Prap, edhe pse është kaq e vjetër, këta lojtarë, këto fuga kanë treguar që me nivelin që kanë, me goditje vrastare dhe me nuhatjen që kanë, apo pozicionimin, ata gjenden në kohën e dur, në vendin e dur dhe shënojnë me mënyrën e dur golin dhe bëj shumë të bukur dhe atë garë. Dhe ndeshja edhe kjo ndeshje pritëm minimalisht, pritëm do të jetë ndeshje të çmendur, nuk bet fjalë që Norvegjia dhe Anglia do provojnë futboll 90 minuta. Okej, ndërkohë sfida tjetër që luhet një ditë më pas mes Argentinës dhe Zvicrës, meqense më thej që këta ekipe pra kanë një lojtar nën që ka Zvicra, po ashtu një lojtar të tillë? Zvicra, them, ka realizuar objektivin e saj. Nuk ka shkon më shumë se kaq. Por gjithsesi, me Xhakën, që është një nga lojtarët më të mirë në atë pozicion, për mos thënë më i miri tashmë në nivelin e futbollit botëror, por është nga tek podiumi i 3 më të mirëve nuk diskutohet që është Xhaka dhe aty. Por kanë edhe Embulun, kanë edhe futbollistë të tjerë të rinj që në të vërtetë kanë jo vetëm cilësitë, po kanë dhe janë përshtatur shumë mirë me grupin. Din t'i marrin shumë mirë grupin, maksimalisht gjithçka për të realizuar fitore. Është një skuadër që ka diferenca në emër, diferenca në vlerë totale të skuadrës krahasimisht me Argentinën. Nuk kanë dot një Messi, absolut Xhaka është me të vërtet gjeni shumë i mirë, po Messi nuk është kursesi. Nuk kanë edhe lojtarë tjerë të Argentinës të cilët kanë rritur cilësinë e tyre apo lojën e grupit, ka një edhe Zvicra, grupin e ka shumë të mirë dhe të koordinuar, që mbështesin njëri tjetrin, po Argentina e gjëja kryesore dhe forca kryesore e saj është që lojtarët luajnë për Messin, edhe kanë Messi. Dhe mendon që e kalon Argentina, pra. Shpresoj që ta kaloj dhe duhet ta kaloj realisht, sepse pastaj do na mërzitet edhe Fiatino po s'kaloj. Jo, unë do të kalon dhe më mirë Zvicra, me qënë se Messi e ka marrë letimi më shumë tjetë emrin e vetë, dhe pse jo të shikonim dhe Zvicrën dhe Xhakën pak më lartë, ndoshta pretendente, por duket pak e vështirë me një lojtar të nivelit të tij. Jo, nuk është e vështirë, sepse nderuar në futboll nuk fiton gjithmonë skuadra më e mirë, asnjëherë. Kjo është jo asnjëherë. Shpeshherë fiton dhe skuadra më e dobët, që ka diferenca më pak. Dhe kjo është e bukur e futbollit. Pra nëse në boks dihet kush fiton, basketboll dihet kur luan Olympiakosi i Greqisë me një skuadra dhe nga Alba Berlini e Gjermanisë e tjera Izraeli, dihet fiton ajo. E në volejboll, po në futboll nuk rezulton të jetë shumë. Shpeshherë skuadra që nuk janë favorite, një gol është, një karton i kuq, një penalti, një gjendje e vështirë e lojtari, mos funksionimi dhe pastaj shkatrojnë të gjitha me një. Ja, të shohim se çfarë do ndodhë, po e sigurt që do jenë sfida shumë bukura që do ja vlej për t'i parë të gjitha. Ju personalisht për kë bëni tifo? Unë natyrisht e kam çik të ndarë këtë si vjet tifon, tani jam përfunduar duke qenë se jam tifoz gjerman. Gjermania
mori një eliminim shumë të merituar fare, do të kishte ikë më shpejt madje, por që jam me Messin, jam një fans individualist i Messit, e cila më çon drejt Argjentinës, po të them vërtetën, dua që këtë radhë ta marr futbolli o spanjoll o angles. Okej, mirë. Ndërkohë, Zeka, me qenë se i minutat e fundit, do doja shumë të pyesja pak edhe për Ignatian, që tashmë ka nisur edhe sfidat e tjera sa i përket Champions League, ka brazuar 1-1 në transfer ndaj kampionëve të Moldavisë, apo jo në takimin e parë, teksa takimi i radhës do të jetë në Shqipërinë e Albania. Natyrisht ishte një ndeshje shumë e vështirë. Ne ishim përgatitur seriozisht. Zoti Demrozi ka bërë një merkato bashkë me zotin Kledi Zeneli, ka bërë një merkato të shkëlqyer dhe po të them që që ambitor të kësaj merkato është trajneri Nevil Dede, i cili e tregoi në ndeshjet e finalforit, tregoi në të gjithë këto kohë që ka te Ignatia që diti marr skuadrës maksimalisht, dita vendos mirë në fushë, por në Moldavi, në stadiumin Zimbru, tregoi nivelin lart si trajner duke bërë ndërrimet e dura, madje ndroi një lojtar sapo e futi Enzori mbas 10 minutash, dhe ai ishte çelësi i barazimit, dhe që mbas ndërrimit të këtij që ishim tjetër që pa kapitenin, po do flas dhe 2 sekonda për Aleksin, dhe ne bëm një lojë shumë të mirë, por rezultati ishte i kënaqshëm, jo aq prisnim. Jemi me këmbë në tokë, s'kemi arritur asgjë, jemi të mobilizuar, duhet të them që kontratat e futboll, president Demrozi s'ka bërë lëshime, ka një lojtar që nuk na prishin asnjë punë, asnjë fare, bashkë me trajnerin që me mendje kishte ikur që në janar, po s'ka ikur dhe ai. Ky trajner që ka ardhur ka bërë shumë ndryshime, ka kthyer në lojë lojtarë që Petova nuk i donte, si Bakayoko, si Gruden, i ka dhënë më ndryshim skuadrës për të shkuar ke porta dhe më forcë në mbrojtje për mos pësuar gol. Them që skuadra i ka të gjitha mundësit dhe siç thash, presidenti Demrozi ka hedhur rreth 2.2 milion euro vetëm për të kaluar turin e parë dhe më tej, sepse siç dihet, ne dolim kampion 3 vite rresht, po asnjëherë nuk kaluam dot turin e parë, e cila presidenti Demrozi dhe gjithë klubi e vlerëson si një dështim total të gjithë punës së tyre që nuk kaluan dot një herë për të këto vite. Trofet janë të zakonshme mbas investimeve që bën zoti Demrozi, natyrisht që kampionati abstinenc superiore është më i lehtë për ne, apo i konkurrueshëm, po jo në nivelin që ka Europa. Shpresojmë që këtë radhë të rregullojmë kualifikimin për të rregulluar koeficientin që vitin tjetër të jemi të fortë, të skuadrat të forta, por ne shpresojmë të kalojmë këtë ndeshje me shumë kujdes, me shumë modesti, me shumë maturi, dhe pastaj u premtojmë shqiptarëve që do të synojmë grupet që si vjet t'i gëzojmë, njëkohësisht të rrisim koeficientin për gjithë skuadrat e Shqipërisë që do të ndeshin në Europë. E qartë, Zeka, ju falenderoj shumë, duke uruar dhe sukses në fakt për sfidën e radhës, ju përshëndes. Edhe unë i përshëndes, suksese në emision dhe suksese në punën tuaj. E di që ora 20 gjithmonë pranesh.